që po të merresh me shqiptarët, llafi qet llafin, a kuptoni? Po ta krahasosh me kapelen e policëve tonë këtu në Shqipëri, është shumë larg cilësisë tyre. Pra vlerësimi real i kësaj kapele policie në Angli është 4.2 yje, kurse në Shqipëri del boja me 2-3 lame. Por ne kemi një gjë çuditshme. Llavi nxjerr llavin. Kjo kapele në Angli kushton rreth 10 pound. Kurse me tenderat e Edi Ramës këtu në Shqipëri, jo me këtë cilësi, ka arrit 350 euro kapelja e policit. Kështu që duhet me vra menjen mirë.